Majoranca socialiste në mbledhjen e byros konfirmoi përjashtimin nga parlamenti të 6 deputetëve të Partisë Demokratike deri në datën 3 mars. Mbledhja e byros u shoqërua me debate mes shumicës dhe deputetëve të opozitës, të cilët akuzuan Partinë Socialiste për shkelje të rregullores. Kjo është na jep fjalë. Nuk më atot kërkesa për parlamentare, pra ju nuk keni të merr transparencën. Majoranca nga ana tjetër mbrojti vendimin duke argumentuar se sjellja e deputetëve opozitar në seancën e fundit për fshirë dhe hedhjen e flakadanëve dhe pengimin e punimeve në kuvent kishte krijuar një rrezik për jetën e tyre dhe të kolegëve të tjerë. Më shumë padjengjes të zotit Balla, i cili sa për ta sqaruar tymueset zoti Balla që ju pretendoni që ju kanë rrezikuar jetën, nëse nuk e dini, në çdo vend të botës përdoren madje edhe si formë për zbulimin e gjinisë së bebit. Me që do që ta dish se sa të rrezikshme janë për shëndetin e njeriu. Socialistët u shprehen se masat ishin të nevojshme për të garantuar sigurinë dhe rendin në kuvent, duke theksuar se çdo shkelje e rregullave parlamentare nuk mund të tolerohet. Si pasojë, përjashtimi mbetet në fuqi për deputetët Flamur Noka, Belind Klliçi, Elda Hoti, Klevis Badhiu, Albana Vokshi dhe Fidel Kreko, të cilët nuk do të mund marrin pjesë në punimet parlamentare deri në ditët e para të marsit. Ndërkohë, deputetët opozitar kanë vendosur të transmetojnë në rrjetet sociale seancën e kuventit, pasi majoranca refuzoi të hapë dyert për media. Ky vendim thekson tensionin e vazhdueshëm mes palëve në parlament dhe pasqyron diferencat e thella politike mes majorancës dhe opozitës, duke sinjalizuar se konfliktet mes tyre do të vazhdojnë gjatë muajve të ardhshëm, veçanërisht gjatë diskutimeve për ligje të rëndësishme dhe reforma strategjike.